e gaforës gjatë gjithë kësaj jave është shumë e fuqizuar, por është shumë e shpërndar, pra ka një super fuqi të cilën nuk di se ku të shpjerë. Kemi një hënë të plot tek shenja e dimit dhe kjo atë fuqison vërtet shumë sepse ka një energji e cila e nxit njëra tjetrën. Por duke qenë se janë shumë të shpërndarë siç e thash, mund ta shpërdoren këto në vende që nuk i nevojitet. Në këto momente shenja e gaforës deri ditën jashtuan, duke qenë se kemi një uran të vendosur tek bota e tyre brendshme, janë shumë të ngatëruar, edhe mendja e tyre punon shumë herë më shpejt dhe çuditshëm, po ashtu mund edhe të kemi një subkonsciencë e cila po del shumë në sipërfaqe në këto momente. Prandaj edhe mund të ndjejmë edhe një mall ndaj të shkuarës, apo mund të ndjejmë nostalgji edhe ndaj lidhjeve të cilat të vërtetë kanë shumë problematike. Në këtë rast, shenjës së gaforës do të këshilloj që të jemi realist ndaj përqasjes që kemi ndaj njerëzve.